Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Tinka Kurti, ikona e haruar në shtëpinë e të moshuarve. Aktoreja e njohur Tinka Kurti, një nga emrat më të mëdhenj të kinematografisë të teatrit shqiptar, aktualisht ndodhet në shtëpinë e të moshuarve ku po kujdeset për shëndetin e saj pas një karriere të jashtëzakonshme. Në mbi 260 role në teatr dhe 95 në film, ajo ka dhënë një kontribut të pashoq për artin shqiptar, duke i dhënë zemër dhe jetë personazheve të paharrueshëm që mbeten në kujtesën e publikut. Megjithatë, historia e Tinka Kurtit dhe shumë artistëve të tjerë është një kujtesë e hidhur për ne, se shpesh ata që i kanë dhënë më shumë kombit ton janë ata që janë më të neglizhuarit. Shpesh, shpërblimet dhe njohjet për këtë kategori të artit jepen vetëm pas ndarjes nga jeta, një fenomen që na bën të reflektojnë se sa pak vlerësojmë ata që kanë kontribuar kaq shumë për trashëgiminë tonë kulturore. Le të ndalemi dhe të mendojmë, çfarë mund të bëjmë për të vlerësuar këtë artist gjatë jetës së tyre, për t'i nderuar dhe mbështetur ata që vazhdojnë të kontribuojnë dhe kanë formuar kulturën tonë? Vlerësimi dhe nderimi duhet të ndodhi gjatë jetës, jo pas ikjes së tyre.